sepse kvalitetet e dim na ta shtrevqa dhe bashkimi që është për diferencë shumë e vogël, 2-3 topa, 5 topa në këtë lojën vendosin shumë, kështu që bashkimi e kontrolloi mirë edhe i zhdash me vazhdu ashtu, po thash më herët mentalisht kanë rrohë. Pikërisht dashta më lidh pak edhe me këtë anën psiqike, nëse mund të themi, e fitoja atë ndeshjen e parë, megjithatë në ndeshjen e dytë Trepça dominoi, jo të dytën, por edhe 3 ndeshjet e radhës Trepça i dominoi. A mund të ndodhë që lojtarët e bashkimit po ndikohen ndoshta nga presioni i publikut, sepse në ndeshjen e parë ishin kogja të relaksuar, më pas i kemi pa më stresuar. Unë po mendoj, sepse vetë kam luajtur finale, vetë kam udhëheq finale, edhe definitivisht çka kam vrejt, të Trepça dhe trajnerë dhe lojtarët din me lujtë dhe din me fitu në për kësi lojna. Të bashkimi po mungon pak. Mungon ajo eksperienca, e përvoja e finaleve. Eksperienca dhe që tha Agoni, këto janë këtë lojtë beer not to be, do më thonë, s'ka mo lojtë bukur, ka lojtë kvalitative që ti dush me nxerë dhe një gjytje të lirë, ma shumë që së është nevoja, edhe për me fitu. Unë e mendoj që këtu kanë hup hapin pa, po thash nuk është kur gjë humbur, gjithçka është e hapun. Presioni definitivisht është e bashkimi, sidomos me atë avantazh Mitrovic që e patën pastaj e hupën në lojën, e patën një ramje. Kështu që ata realisht ta kishin fituar që atë lojën Prezren, tretën, domethënë këtë storje tjetër ishte. Do të krejmë